shtëpinë e tij e ka kthyer në një muze objektësh të vjetra me vlerë historike. Vegla pune e gjësendët që janë përdorur në periudhat e hershme historike i ka koleksionuar ndër vite i moshuari Ilaz Maliqi. Hajde, përshëndetje. Si je? A je mirë? Mirë se vini. Faleminderit shumë që pranove më ardha bashkë këtë Po, shtëpia jote. me gjithë dëshirë. Që këto janë disa me qujtë relikte apo gjësendet cilat janë përdorur në fshatrat tona, ose në gjitha viset ku shqiptare. Kjo është një llog cili ka shërbyer për të lavruar tokën. Toka është lavruar, është tërhiq nga qetë, domethënë nga kijet. E kemi lavruar tokën. Ajo është përmena, e cila është më e vjetër. Ajo është e vjetër, po thuj 150 vite. Atëherë është lavruar toka me atë mjet, i cili është shumë primitiv, shumë i thjeshtë. Kryesisht është i drurit, përveç umi quhet ajo pjesa cila ka hyrë ndaj. Edhe kemi lavruar, kemi mjellarën e gjitha ato. Këto janë rrotë kerët të drurit, ta quajmë. Këto janë vllaqat e atëherë cilat është imtuar dheu për ta mjellur tokën. Këtu në fshatin tim ku marrë edhe disa gurë cilet gjinen vetëm atje te na, janë me siguri me miliona vjetë të vjetër, shqoni se ka bo, do më thonë, natyrat vetën edhe i ka ruj. Janë me siguri ka kaluar dzehet të ndryshme në përto me miliona vite, unë i ruj këto. Këto është një guri formë të qenit apo të luanit, edhe kë pashtu është tjetër në fshatin tim. Edhe këta e ruj për shembull me shumë gjelëzi, gjithmonë kur dal e kam parasyve të mi, që është i veni tem. Tani do të shkoj edhe nalt, kam disa sende tjera. Ani pse i ka për zemër të gjitha këto objekte të vjetra dhe i ruan me fanatizëm. Maliqi thot se pas tyre fshihet një histori jo e lehtë për të. Janë kushte të vështira të jetesës së tij dhe bashkëshortës, që siç thot ai, do ta detyrojnë t'i shes këto vegla qindravjeçare. Pasi që i vizitojmë ato në bord, tani erdhëm këtu nalt, të vizitojmë edhe këto reliktet apo gjësendet të tjera, cilat janë të ekspozume këtu para nesh. Unë, për shembull, këtu jam adhurues i madh i relikteve të vjetra apo gjësendeve, cilat janë përdorur në kohra shumë të vjetra, ndoshta para 100 viteve kam gjësende. Një prej më interesanteve, cilat këtu i kam, është për shembull kjo maqinë e qepjes, edhe pse është prodhim gjerman, është përdorur në kohënat shumë më herët, që ka këtë kapakin, në fund kur e kanë kryer punën, e kanë mbuluar që të mos pluroset. Pela kështu nërë, është edhe kjo makinë tjetër, po ashtu e qepjes, për ata cilët nuk i kanë funksionu kamët për arsye të ndryshme, kanë qep vetëm me dorë, përdor vetëm me dorë. Kam, për shembull, kjo është rëshiq, i thonë, e ka përdor farkatari, cili ka bo frymen për me ndez zjarin, edhe me sokati, thonë, me sopatat e ndryshme. Është shumë i vjetër.
këta janë vegshat të ndryshëm, atëhere nuk ka pas këso konta të plastikës si quna sot, u janë vendos në ato turshit apo djathe apo diçka tjetër në hen të dheut. Kjo është kac. Edhe këtu në vjesht, për shembull, kur I kemi vendos turshit, se edhe unë jam dëshmitar I gjallë I këtyne seneve, I kemi vendos në kacat të dërurit. Aty ka nejtë shumë të fresta dhe nuk janë prish një kohë gjatë, deri në maj apo në qershor. Këto janë kërhanet janë përdor për me lnur leshin e deleve, me shprish leshin e deleve, pastaj për me tjerë nona tona apo kushto që ka tjerë leshin për me bo pejt, më marrua qërapa, gjempirat, ndryshëm në atë kohë, krejt janë përdor me dorë, nonat tonën e kanë marrua, kapelen të leshit, gjemperin, qërapat, çdo sen është punuar në atë kohë me dorë. So ka qenë e vështirë me punu në atë kohë me gjithë këto mjetet, të e pas parasysh se tash koha moderne u avancu shumë. Atëhere, sot çuditem, si nonat tona kanë arrit me ba tënë këtë punë, na kanë rrit ka 10 fëmijë. Na, për shembull, 10 fëmijë kemi qenë. Nonat tona as kanë pas rrym, as kanë pas ujë afër, as në ato kushte na kanë vesh, na kanë matë, na kanë ushqyer me këto mjete, cilat I shohim para nesh. Këto mjete e kanë një rëndësi të veçantë. Sa më të vjetra që do t'jenë, këto do t'jenë shumë atë rëndësishëm. Të moshës të juj si jene ju sot, edhe nuk pëjdini disa gjana çka janë, po ma vonë do t'jenë shumë interesante. Këto unë, gjatë të gjithë, afër 32 vite, kom fillu t'i grumulloj, se kom punua edhe në arsim, kom shku në ekskursione me nxënës, në Sarande, në Shkodërën, në Shkupen, gjitha viset tona sidomos, kom grumullu, I kom pru me rujt. Po në munges të hapësires, tash nuk kom mujt që të sistemoj ashtu si duhet, e si I shoh të sistemura në muze të tjera, ju lakmoj atyre. Për shembull, kam edhe gjasende tjera, cilat disa edhe vet I kum ble, nuk e di çka është. Kjo për shembull nuk e di çka është. Ason, dikush sigurisht pe shikuesve e din, po nuk pe di a ka qenë si ven furke me tjerë leshen, me mush, me lesh deleve, e këtu me tjerë nuk jam I sigurt. Do më thonë, krejt që ka kom pa, që ka qenë mjet I vjetër, unë I kom ble. Këtu gjitha I kom ble. Dhurata është interesant. Shumë pak kam, nështë as 2%. Edhe pse shumë kush e ka dit, ose si ka kushtu rëndësi, me shumë pak kam të dhurata për me plëcu këtë mini muze të quj. Po tani, në pa mundësi, si ju thash dhe ma parë, që të sistemoj këto. Edhe jam në mosh, kuptohet, mu ma tepër nuk më nevojitën, edhe e gjindemi në penzion, vetëm me shoqen, kështu që nuk po në mjaftojnë të ardhra. Jam I detyrur që të shes nëse dikush o interesuar. Shitja atyne do të paraqet një munges të madhe shpirtin tim. Une gati çdo ditë, ose edhe natën, prej shtëpie, më bjen men, dalë dhe e vizitoj çdo njënën. Edhe kur të vi këtu, ose në vende tjera, ku I kam sistemume, zakonisht tham, mos këtë, për shembull këto nuk e kam mirë, ja ndroj venin, e rregulloj ma mirë,
i fshi i pastroj. Jo thash, shitja e tyne do të paraqet një mungesë të madhe për mua. Tani Faleminderit shumë. kam të ekspozura edhe poshtë në shtëpi mrena në dhomat të mia, do të keni mundësit që të vizitojmë edhe atje. Në secilin cep të shtëpisë përmes këtyre koleksioneve, 73 vjeçari Maliqi thot se rikthehet pas në kohën e jetesës së dikushme që bënte ai e familja e tij.